Rritja e temperaturave ka shtuar edhe rrezikun nga ushqimet e pasigurta. Qendra e konsumatorëve shqiptar bën të ditur se vetëm gjatë kësaj periudhe janë regjistruar 261 ankesa ku pjesa më e madhe lidhet me raste të dyshuara të kontaminimit të ushqimeve. Duke filluar nga marsi i këtij viti deri tashmë që është mesi i korrikut, në qendrën e mbretërit konsumatorët janë rreth 261 ankesa, të cilët kanë ardhur nga 12 qarqe të vendit. Kryesisht në qytete të mëdha siç është Tirana, siç është Durrësi, Vlora, Lezhë apo Shkodër, të cilët janë zona të lidhura në mënyrë drejt për drejt me sistemin e turizmit. Hasan Stafa, drejtori i Qendrës së Konsumatorëve Shqiptar, bën me dije se më problematike mbeten produktet të cilat tregtohen pa kushte të përshtatshme ruajtje. Kryesisht ato janë kontaminime në sigurinë ushqimore, duke filluar me produkte që shiten të hapura, kryesisht këto që janë në prodhimet e brumit, siç janë hamburgerë, sanduiçe, tostat, produkte që përdoren kryesisht për gatimin e tyre apo përgatitjen e tyre janë produkte me origjinë shtazore, duke filluar me nënproduktet e mishit apo dhe nënproduktet e qumshit. Sipas Stafës, nga rastet e raportuara, 13 persona kanë përfunduar me helmime të rënda në spital. Në qendrat shëndetësore ku janë paraqitur pacientët konsumatorë në këto raste, ka pas raste që 13 prej tyre kanë kaluar me helmime të rënda, dhe fatmirësisht nuk ka pas raste fatale. Stafa ngre shqetësim edhe për mungesën e kontrolleve ndaj tregtarëve ambulant, të cilët në shumë raste ushtrojnë aktivitetet pa licencë, pa libret shëndetësore, si dhe pa respektuar standardet e higjienës.